Falenderoj kryeprefektin e Sinodit të Shenjtë, udhëhequr nga hiri i Shpirtit Shenjtë, për zgjedhjen time në pronin e nderuar kryepiskopal të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. Me përulësi, duke u bindur vullnetit hynor, pranoj këtë shërbim të lartë dhe premtoj se do ta zbatoj me devotshmëri detyrën time kryeprifterore. Do të respektoj kanonet e shenjta dhe traditën e shenjtë e do të përpiqem me gjithë forcën time të mbroj të drejtat e kishës dhe të udhëheq ligjen shpirtërore që më është mësuar. I vetëdijshëm për peshën e kësaj përgjegjësie, i lutem Zotit tonë Jezu Krisht, themeluesit e kishës, të më japë fuqinë, forcë dhe urtësi për të përmbushur këtë mision të shenjtë në kishën së tij. Me dorën time e nënshkruaj këtë zotim.